Dita sot nis me një mesazh teje të veçantë dhe të bukura nga një zonjë nga Shkodra për fenomenin shkodran Luis Eli dhe bashkëshorten e tij Kiara Tito. Ajo ka zbuluar takimin që ka patur rastësisht me ta përpara disa ditësh në vendlindjen e Shkodranit të zemrës. Ata nuk kanë qenë vetëm atë ditë. Normalisht bashkë me ta ka qenë edhe bebushja e tyre e adhurueshme Luna Mari, e cila siç duket ja ka marrë zemrën me ëmbëlsinë e saj zonjës nga Shkodra. Ja se çfarë shkruan ajo në mesazhin e dërguar për çiftin e dashur që me siguri do e adhuroj dhe do e vlerësoj për çdo fjalë të thënë dhe të drejtuar për ta. Përshëndetje Luis dhe Kiara Eli. Nuk e di si ta nis saktësisht këtë letër, sepse emocionet që ndjej kur kujtoj momentin që ju takova janë ende shumë të freskëta në zemrën time. Nuk e kam shkruar shpesh njerëzve publik, por ajo që përjetova disa ditë më parë në Shkodër, më shtyu ta bëj. E ndjej si një nevojë shpirtërore ta ndaj me ju mirënjohjen dhe dashurinë që më mbetën në zemër pas atij takimi. Ishte një ditë krejt e zakonshme, dhe nuk e kisha imagjinuar kurrë se do ju takoja përballë syve të mi, jo në ekran, por në jetë reale, ju të dy dhe mbi të gjitha, ajo engjëllushja e vogël që më rrëmbeu zemrën me një vështrim, Luna Mari. E mbani mend ndoshta, isha ajo zonja me shallin blu, që ju afrova me pak droj, por edhe me një buzëqeshje të sinqertë. Luis, më befasove me thjeshtësinë tënde. Një njeri që ka kaluar aq shumë, që ka fituar zemrat e një kombi, por që ende ndalet të përshëndes me përzemërsi dhe të fal një fjalë të ngrohtë. Kiara ishte një dritë e qetë, e ëmbël dhe elegante, një nënë e re që rrezaton dashuri. Ju pash të dy dhe për një moment ndjeva sikur po shija një film të bukur, por këtë herë pas skenar e kamera ishte jetë e vërtetë, dashuri e sinqertë dhe një familje që frymon me një ritëm të bukur. Por ajo që më bëri të lotoj në heshtje kur u ktheva në shtëpi, ishte Luna Mari. Sa e mirë, sa e qetë, sa bebush engjëll ishte ajo krijesë. Sytë e saj ishin si pasqyra e dashurisë që ju keni për njëri tjetrin. E ulur në karrocën e saj, her pas here shihte nga Kiara, sikur të kërkonte konfirmim se ishte në duart më të sigurta të botës dhe më pas kthente vështrimin tek Luis, me një qetësi që vetëm fëmijët që rriten me dashuri mund ta kenë. E pash si e shikoje ti, Luis, me syt plot mall dhe krenari. E pash si ti, Kiara, ja rregulloje kapuçin me një butësi që nuk mund të mësohet, por që vjen natyrshëm nga një zemër nën. Më lat pa fjalë. Ju jeni shumë më tepër se sa një çift i famshëm. Ju jeni një kujtesë për të gjithë ne që dashuria e vërtet ekziston, që familja është forca më e madhe dhe se nuk ka gjë më të çmuar se sa një përqafim i ngrohtë dhe një fëmijë që të sheh me sytë e pafajshëm të dashurisë së pastër. Faleminderit që nuk e hoqet buzëqeshjen as për një çast, faleminderit që ndaluat, që përshëndetet, që folet me zemër. Unë jam thjesht një nën, një grua, një qytetare që nuk do të harroj kurrë këtë takim. E ruaj si një kujtim të veçantë, një copës dashurie të pastër që më ndriçoi ditën dhe shpirtin. Ju uroj çdo të mirë në botë. Uroj që Luna Mari të rritet me po atë dashuri që ju keni në sytë tuaj për të. Dhe që një ditë, kur ajo të lexoj letra si kjo, të ndjej sa shumë dashuri dhe dritë ka sjell në jetët e njerëzve pa asnjë përpjekje, vetëm me praninë e saj. Me dashuri dhe respekt të sinqertë. Zonja që nuk do e harroj kurrë atë takim në Shkodër. Kjo ka qenë edhe letra që patriotja e Luisit ka shkruar për ta. Me siguri si Kiara dhe Luisi do e vlerësojnë pafund këtë mesazh dhe këto fjalë të shkruara me shumë dashuri. Siç duket çifti vazhdon të marrë një dashamirësi nga shqiptarët kudo i takojnë.